Gocani, përshëndetje njerëz të mi, përshëndes gjithë, jo vetëm gocat, edhe kjo ishte dreka jone e djeshme, unë bëra hamburger për fëmijët dhe për burrin. Unë e shkreta flisja, më provoja që t'i bëja video sa më tashu, që mos të regjistroja më mbrapa, po mikrofoni im kishte ikur, se jo s'kjo kishte ikur, se kisha ndezur unë, gjithsesi. Kam hedhur djathë të grirë, mishin e grirë, krip dhe pak rigon dhe piper të zi. Nuk ishtova gjë tjetër, se hamburger zakonisht nuk mund t'i hedhësh gjë tjetër se nuk janë qofte. Këtu ngjeshi mishin e grirë. Unë nuk e di çfarë përgatitët juve dje, çfarë engrët. Unë dje ndarkë doja t'i idhem pak fasule, po pastaj ja thash ma qa nuk ke parasysh hangëm diçka të letë mërëm darkë dhe gatua vetëm në drekë. Ja si kam përgatitur topa të vogla, se më mbrapa normal që ne do t'i hapim hamburger, nuk do t'i lëmë ashtu jo. Tu tek ne o gra, unë nuk e di, në çdo vend kam parë dhe motrën në Amerikë, ja kam përgatitur 7 sopë. Kam parë motrën në Amerikë, në çdo vend ka bërë ftomë, dëbore madhe, lagështi e pa parë tek ne ka qenë shumë lagështi, si vjet në Itali, o zoti madh. Asnjëherë si vjet besa dje dhe dritaret u bën kështu ujë, kullonte ujë. Më është neveritur ky dimri si vjet, ta them sinqerisht. Këtu kam grirë një spec këtë kuqe, edhe kam vendosur në furrë o gra, se kjo bëhet në digan, po nuk kisha dëshirë ta bëhet gjithë sopën pis, bëra tu i thon peperoni në agrodolce, kam vendosur pak vaj ulliri, edhe pak krip. Edhe i vendosa në furrë, se mund t'i bësh në digan, si rregull, po mua më dalin shumë të mira dhe në furrë. Mbas që janë gati, këtu kam ngrirë dhe këto qepujkat e vogla, qepë vogla, që do t'i përzi bashkë me speckat e kuqe, dhe mbas që t'i jenë gati, do t'i hedhësh uthull molle, kush ka dëshirë që t'i provoj, edhe një lugë e gjysmë sheqer kallembi, që i themi neve në Shqipëri, ke parasysh ai sheqeri kaf. Ja speckat i spostoj me njanë, sa akoma duan, sa kishin filluar që tashu, dhe vendos qepët. I kam shtuar dhe pak vaj tjetër tek qepët, detyrimisht, se i jodha shumë pak çfarë tek speckat, i jodha kastile pak, se na që do shtoja tjetri, i kam vendosur krip, edhe i kam futur në furrë deri sa të bëheshin ashtu siç duheshin. Edhe ja, kjo ishte dreka jonë njerëz të mirë. Dhe tani po përgatis dhe patatet. Patatet i kam prerë tamam si ato të qeskave, se unë nuk blej patate me ato të ngrirat, se nuk më pëlqeni, kam shumë era këto gjerat e ngrira. Tani po vendos vajin, tapi me zi hapesh, nuk e di, këta tapat e botili të shisheve që kam vërë tani, o zoti madh që rinë gjitur. Edhe do skuqim patatet. Ja si kam pre patatet o gocani, patate fabrike, më qeshni me patatet e mia. Dhe tani do hapim hamburger, ndërkohë që patatet tona skuqe, unë po vendos hamburger në një kartë letë furni, po e bëj shqip dhe italisht, unë këtu të shorë, po hajde më qeshni shumë e mua. Edhe do t'i sistemojmë që t'na vinë ashtu që shduam neve mi gocani. Ja doja të provoja këtem, pastaj thash mortja që sta moj, qa po ben, ai marteluar nuk është për mishin e grirë, është për ta hapur bistekat, po pastaj fare.
Më në fund, unë i bëra me dorë, ku ka si dorë, o njerës të mirë, po çfarë do bëjmë, se njëri ju provon, ajo që shikojmë shumë video virale, thashë ndalë të provoj edhe unë. Po ku ka si nga fshati aty, si që nga kam mësuar nëna vetë me dorë edhe gjeja dirë super e qata është. Ja si kam përgatitur gjitha hamburgët, te kam bërë hamburgët madhe për burrin e lashmënjanës, o të ta beja më mbrapa, se po nxitoja më tepër që të beja në fillim për Elian, ja dhe patatet si në u ben, super, edhe këto janë qepët dhe speckat që unë kam bërë o gra, osa keq më vinë mua që unë nga këto nuk e ngra zgje me gjithate. Kjo ishte dreka jo në gra për neve dije, ja, se kishin dalë, super, burri imi fshushit gjitha, djali dhe vajza. Edhe ja dhe hamburget si na dolën, akoma kishim dhe 2 të tjera për që të kishim gati, dhe ja si po e përgatiste